Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Laerti ofendon në rënd muslimanët, reagon Ahmed Kalaja. Një moment i fortë dhe shqetësues ka ndodhur së fundmi brenda shtëpisë së famshme, ku aktori Laert Vasili ka bërë një deklaratë që ka ngjatur reagime të ashpra në publik dhe me gjerë. Gjatë një përplasje verbale me gjestin, Laerti u shpreh: Allahu Ekber, thon ata që të presin kokën. Duke bërë një lidhje të drejtë për drejtë mes thirrjes së shenjtë islame dhe akteve terroriste, një krahasim i cilësuar si i papranueshëm dhe fyes për komunitetin musliman. Deklarata ka tronditur opinionin publik dhe ka nxitur reagime të shumta në rrjetet sociale. Një ndër të parët që ka reaguar ka qenë Hoxha Ahmed Kalaja, i cili përmes një postimi publik ka dënuar ashpër fjalët e aktorit dhe ka kërkuar që ndaj tij të merren masa. Islamofobi e pastër në ditën me diell. Ky e lidh Allahu Ekber, Zoti është më i madh me terrorizmin. Shpresojmë që Komisioni kundër diskriminimit të ndërmarrë masa. Shpresojmë të merren masa. Institucioni ynë të reagojë. Shprehet ai.